Në seancën e kaluar, ju kemi deklaruar se keni prova që me datën 9 keni marrë skele në Vllazali, apo të kujtohet? Po. Marrë skelet kur ke shku bashkë me jetonin, a ke shku enkas pastaj për skele? Jo, vetë kam shku. E me jetonin me datën 9 në Vllazali, a mundesh me na tregu pse shkove, presje, çka more dhe sa qëndrove? Nuk jam shku me jetonin datën 9, vetë kam shku. Po marrë skelet edhe më këthy. Por na thuj që s'ke shku hiç me datën 9 me jetonin në Vllazali? Jo. Nuk kam shku. Në seancën e kaluar, unë ua kam lexu deklarimin tuaj në prokurori, ku ju keni deklaruar se unë u zgjova herët ja qita vetës një kafe, presje dola në teras, aty me pa jetonin, edhe më tha ko ke qu, më tha ko ke qu a, presje i thash, po, presje më tha, ku je duke shkuar, presje i tregova se kam me shku në fshat, me i marrë dhe skele, presje më tha, ai më tha, vije dhe unë ka të kthehem e marrë gruan. Kjo përgjigje është dhënë për datën 9, pra një natë pasi ju thëni keni shku me marrë jetonin të Janjeva. A mundesh më na tregu, pse atëherë e ke përshkru që me datën 9 ke shku bashkë me jetonin në Vllazali, presje, ke përmend edhe skelet që përna i thu këtu, por tash po e ndran edhe po thu ke shku vetë. Që të qarim të adhash seancën e kalume, s'kam që të shkashtoj. Nuk kam shku me jetonin, kam shku vetë. Me jetonin datën 13, mos gabosh, mos të thamë sigur, se s'jam shumë i sigur. Ju më taku, u konë mi këqyr do villa, më ka thonë, kesh i këqyra do villa. Nuk, ma shumë s'di. Te shkolla, ju më konë të marrë uj, është një uj, aty që marrë me na uj, ka të kthejnë, në unë e marrë uj, aty e bite shpija. Se ti. Në polici nuk më ka pyet për kush, për jetonin me çka ardhë, as qysh e ke marrë, aja kon me marrë. Në prokurori, prokurori më ka thonë, je shkue me jetonin e ke marrë kufomen në shtëpinë tane, me kerrin tanë, edhe ke një quaj, keni më shepë në majtë. Edhe mu ka konfiskue kerri, për qatë arsye. Pas një kohë e kanë liru kerrin. Pas një kohë është liru kerri, që s'ka kur gjithë s'është e vërteta, ja? Pse s'është e vërtetë? Kur më kanë ardhë muë, më kanë thirrë hetuesia me polici, mu kom mbrëmje, a mund është me armën e qelë derën e shtëpisë në fshatin Vllazali.
Thash është pak vonë, po muj me ardhë, nëse duhet du vi. Nëse keni urgjent, shtyje derën, theje derën, unë për të jap lejen, kontrollon jo, tha duhet me ardhë. Thash okej, po vi. Jo më sajdi shtash hajde nesra. Edhe më shkut nesrit. E kemi qelë derën. Kanë kry punë të veta. Kur imi do në katën e dytë, për në katë tret, u duhet me i hek do mobile për koridorit. Për me vazhdu me hypë në katën e tretë, se s'kemi pas shansë me hypë. Se u konë në koridorin, në konë do mobile që i kom në Rom ma herët, i kom qu pe i Prishtinës, i kom qu në Lasali. E kanë kry punën e vetë, jemi përshëndet, ata kanë vazhdu në më kry në punën në tërë. Po pas pak dite, e njëjta apet. U kontrolu shpija edhe një herë. Me prezencën teme. Pas një kohë, ka ardhë dhe prokurori i shtetit, kanë ardhë dhe ekspertiza me prokurorin, edhe një prokurori e një femën ka qenë. Unë kanë thirë në telefon, ju më shku, mrami ka qenë. E kanë bëjë ekspertizën e shpis, këta e dinë që ka konë ekspertizën e se kom po. Pasa nej, unë jë më arrestu. Unë çdo herë kom deklaru që kur njetë se kom njoft, kur njetë se kom po, garantoj me flas me përgjegjësi shumë të madhe, garantoj me jetë. Nëse vesh një njeri thot, në gjati, u konë, e ka po, Bedri Rexhepin, unë e garantoj, që ta është bëjmë në atë në shruj, bërgën për jetë që për jetën teme të sa të jam gjallë. Edhe as nuk e din çfarë kohë ka shku jetoni. As me ka në shku. Unë nuk kom ditë, unë më konë shpitame. Jo, për Bedri Rexhepin, keni deklaru se kur s'keni dëgju për ta. A përkujtohet? Po. A është kjo saktë? Po. Në pyetjen e prokurorit në faqen 5, a ka qenë viktima ndonjëherë në shtëpi të vllai dhe a keni njohur të paktën si fizionami? Presja, ju jeni përgjigj jo, por kam dëgjuar nga familja se e këshin po. Avokat. Cilën e ke pas fjallën? Kur fare s'kom pas, nuk kom pol për viktim, su përmen kur viktima në shpitame. Kur njetë su përmen A u viktima. përmen Bedri Rexhepi në shpitane? Bedri Rexhepi u përmenën kur u dol në për gazeta, më ka interesu shumë e ditë për ta. Aq shumë të ka interesu Bedri Rexhepi, sa që kur e takon vllajën tuaj, aq shumë ka interesu Aq shumë, do ka interesuar. Bedri Rexhepi, sa që kur takoheni me vllajën tuaj në mal në Lasali, vllai juaj ju pyet a është larg? Me o është, a o larg? Dhe ju pyet pikërisht rreth vendit ku ja këshëndru vendin kufomës për mos me gjetë të tjerët. A ki shpjegim për këtë a o larg? Avokat nuk jetë e di se si të përmen. Asnjëherë nuk e përmen atë skizë. Përmen me senet, rrutën. A ka